Ku ndryshon plani amerikan nga plani izraelit? Që t'ju shpjegoj se kush ishte Lariani, njeriu i cili ishte faktikisht numri 1 i Republikës Islamike, i cili kishte të gjitha fijet, një karrierë, një familje që ishte i lidhur katërcipërisht me Republikën Islamike të Iranit, është e kohë që t'ja u shpjegoj sepse ju i keni lexuar vetë ato në për sajtet, në për gazetat online. Po cilat janë planet? Besoj edhe këtë me hamendje e gjeni, sepse nga kjo goditje kuptohet që plani izraelit është një plan i cili përfshin shkatrimin totalisht të klasës drejtuese iraniane, shkatrimin total të kësaj klase politike, e cila natyrisht mbrapa çon në një kaos dhe në një anarki totale, dhe Irani mos harrojmë që është një vend me 90 milion banor. A do të dalë? Unë nuk e di të them a do të dalë apo jo, sepse Irani nuk është një republik nga ato ku klika sunduese është e implementuar nga lart, siç ishte Irani me klikën e Saddamit, siç ishte Libia me klikën e Kadafit, por është një shtet i cili përveç se ka një shtrirje kapilare të pushtetit, e kemi thënë dhe herë tjera, është një shtet i cili ka 316 universitete dhe zë vendin e 3 ose 4 në botë për student në degët e rënda, në degët e shkencave eksakte, të inxhinierisë, matematikës, fizikës. Pra, kemi të bëjmë me një shoqëri e cila është jashtëzakonisht e arsimuar dhe me nivel të lartë për sa i përket alfabetizimit. Kështu që më duket pak si e vështirë që të duke prerë kokën udhëheqëse, aq më tepër që nuk janë grada e atyre të Venezuelës një tuf hajdutësh, por janë një klasë e cila në një farë mënyre ka qëllimet veta, sepse është një klasë politike ideologjike. Vështirë se Izraeli do të dalë që të presë vazhdimisht kokat që do vinë në udhëheqje të Iranit. Cili është plani amerikan? Plani amerikan me sa duket është i shkojnë mbrapa planit izraelit. Mirë po kjo natyrisht që do ta fusi Amerikën në një batak, në një luftë të gjatë e cila nuk është më e nivelit siç ishte lufta e Irakut ose Afganistanit, ku ti luftoje kundër ca njerëzve me shapka, ose një ushtrie që u shpërbë brenda 2 javësh në rastin e Irakut. Asje më në kohën e luftës Vietnamit, ku kostot e një lufte ishin përballueshme, sepse vetë ushtarët ishin të mobilizimit të përgjithshëm. Pra, kemi një rritje të kostos së luftës. Amerikanët shpenzojnë rreth 1 miliard në ditë, po më kam frikë se kosta më shmbase 2 fishi i tyre. Dhe mos harrojmë që do jenë për një periudhë të gjatë, sepse duhen zëvendësuar gjitha këto armatime që po përdoren. Dhe plani amerikan, me sa duket, është jo plan. Nesër mund të dalë Trumpi dhe të thotë që fituam mbi Iranin dhe të tërhiqet, por shija që do lëjnë në masën në politikën botërore, natyrisht që ka për të qenë e hidhur, sepse fitoret kanë disa kritere të cilat përcaktojnë a ke fituar, a je dar barazim apo ke humbur. Dhe kjo varet nga kombi në kombi. Për shembull, në qoftë se Irani vazhdon dhe ruan këtë strukturë, edhe mbas bombardime, edhe me shkatrime të mëdha, për Iranin kjo është një fitore. Kështu që mbetet e dyshimt se cili është plani amerikan. Në qoftë se do vazhdojmë mbas planit izraelit, atëherë natyrisht që do ta fusi komplet atë zonë në një kaos të jashtëzakonshëm, në një burim krizash, në një vend ku minimalisht gjithë vendet rreth e qark do janë të destabilizuara, sepse të gjithë vendet rreth e qark drejtohen nga satrap, ku po prej koka e satrapit vendi kalon në kaos. Nuk e di a kanë llogaritur këtë. Nganjëherë është më e mirë diktatura e disa njerëzve se sa diktatura e anarkisë. Dhe kam frikë se ky është edhe rasti i Iranit. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.